Po, Adriatik, sepse asë njëherë më shumë se këtë mandat nuk kanë qenë më evident të shkeljet cilat kanë qenë shumë të mëdha në mandatin e fundit. Cenimi i kushtetutës ka qenë i madh dhe Partia Demokratike e Kosovës në pamundësi që t'i kishte numrat, në vazhdimsi ka deponuar ankesa në gjykatën kushtetuese mbi 10 sosh ose mirë të theme është e kaluar numri 10 i ankesave cilat janë deponuar e që në thelb kanë pasur ta ndërpresin cenimin e kushtetutës dhe cenimin e lirive dhe të drejtave të njerëzit. E thash jo vetëm polarizimi shoqëror që ka qenë shumë evident gjatë qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje, linçimi, përpjekja për delegitimim, përpjekja për cenua rendin kushtetues, rendin demokratik të Republikës Kosovës, por të gjitha këto janë në fakt kanë kulmuar edhe me varfrimin e jetës së qytetarëve të Kosovës, të cilën ne e shohim thellësisht edhe në takimet cilat i kemi, por edhe gjatë muajve të fundit. Ka një rritje enorme të çmimeve, unë përsolla edhe debatin para prak, inflacioni është aq i lartë, çmimet janë aq shumë të rritura, sa që qytetarët e Republikës Kosovës, e veçanërisht pensionistët, detyrohen që të zgjedhin në mes të pensionit që ta shfrytëzojnë atë për nevojat e tyre ose të kostës së barnave që bëhet e papërballueshme. Shto faktin këtu që çmimi i energjisë elektrike është rritur, pra në masë të madhe jeta e qytetarit të Kosovës sot ka ndruar, është varfruar, mirëqenia është më e cenuar se asnjëherë dhe natyrisht kemi një lodhje të qytetarëve të cilët kanë pritur, kanë pasur shpresë se Kosova viti 2025 do të jetë Kosovë ndryshe. Prandaj edhe nëse shihni sot statistikat e lëvizjes së qytetarëve që kanë shuar Kosovën, dhe këtu nuk flas vetëm për kategoritë cilat e kanë pas mirëqenien e cenuar, por edhe ata qytetarë Adriatik të cilët kanë pas nevojë për paga më të mira, kanë pas një profesion Kosovë. S'po shkojnë, po thoni vetëm ata që s'kanë një pagë, po shkojnë edhe ata që synojnë jetë më të mirë. Fatkeqësisht Kosovën e kanë shuar jo vetëm ata që nuk kanë pas paga të dinjitetshme, por Kosovën e kanë shuar edhe kategoritë cilat mjekët, profesorët, inxhinierët, cilët për shkak të pagave të ulta, e rritjes së çmimeve e kanë pas të papërballueshme të jetojnë një Kosovë që nuk ka premtuar asgjë, po e them, sepse çfarë kemi parë dhe edhe sfundi konfrontimet, polarizimet, aferat cilat i pam edhe sot në njërën prej mediave të Kosovës, flasin më shumë për interesa personale dhe për aferat të një pasnjëshme që kanë karakterizuar. Keni fjallën për Ibn Lepencin që doli sot? Sot doli vetëm një pjesë, sepse për 5 vite ne kemi pasur pothuajse çdo ditë shpërfaqje të kësaj mendësie ku ka ndodhur skajshmërisht një kapje e shtetit, një mungesë e përgjegjësisë dhe llogaridhënies nga persona cilët janë të veshur me petk politik, por nuk janë të zgjedhur. Prandaj edhe sot çfarë pam me shkëmbime të mesazheve cilat e shpërfaqen atë që e kemi thënë tash sa kohë, që interesi i kësaj qeverie në largim nuk ka qenë një Kosovë e bashkuar, një Kosovë progresive, një Kosovë e cila angazhohet për rikthim të dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një Kosovë e cila në thelb ka të investojë më shumë, ta kthej dinjitetin e një page më të mirë për kategoritë shumëta shoqërore dhe nevojat e Kosovës sot natyrisht janë nevoja për cilat Zoti Hamza ka folur duke u bazuar në ato që ne shohim për ditë, në dhimbjen e madhe që ndjejmë në raport me jetën e rënduar qytetarëve dhe synimi i qeverisë së udhëhequr nga Zoti Hamza do të jetë jo vetëm depolarizimi shoqëror, jo vetëm kthimi i Kosovës në binaret e saj, por mbi të gjitha do të jenë rritja e pagave për gjitha kategoritë shoqërore. Njërë, kanë thënë rritje pagash pensioneve, 50% se në javët e para. Absolutisht, sepse kjo është njëra prej nevojave bazike që ne e shohim, e thash, çmimet janë aq të larta, inflacioni është aq i lartë dhe pagat kanë mbetë të njëjta dhe kjo është shqetësimi kryesor që ne e shohim në secilin takim që kemi me qytetarin e Kosovës. Shto faktin këtu Adriatik që muajt e dimrit kanë edhe një barë të kostëshsisë të energjisë elektrike. Kjo ka bërë jetën për secilin qytetar pothuajse të papërballueshme. Prandaj ka një demoralizim, ka një dekurajim,
ka një mungesë të shpresës që e ndjejmë të qytetarët dhe vizioni Zotit Hamza do të jetë vizion që thellësisht bazohet në rikthim të kësaj shprese në një qeveri e cila në radhë parë do të ketë pritshmëri reale. Pritshmëri nuk do të Çka i ketë bie pritshmëri reale? e para do Ka të të ketë shtylla që u prezantuan edhe sonte në i tha hapjen dhe e sot në hapjen e fushatës. Shohim disa pamje të hapjes fushatës derisa flasim nëse i kemi regjia. Po, mund të vazhdojmë pra, si background. U tha edhe sot në pamjet të fushatës zgjedhore të Zotit Hamza dhe të Partisë Demokratike